Morëm rrugën deri në Milot dhe vendosëm këtë banderol për të paralajmëruar shoferët, pasi dje në rrugën Durrës-Kukës rreth 50 makina janë aksidentuar si shkak i ngricave dhe mungesës së kripës në rrugë. Tani, 2 miliard lek fitim deklaron Kastrati vetëm nga koncesioni i rrugës Durrës-Kukës. Dhe të jemi të qartë dhe të ndershëm me njëri tjetrin, kjo është çfarë deklarohet, sepse me siguri fitimi i kalon këto shifra. Kush do e kontrolloj fundja fluksin real të makinave? Bela që i vjedh hekurin e tuneleve, apo drejtori i rrugëve që vjedh mbikëqyrjen e tyre? E dini se sa kushton mirëmbajtja me kripe një rrugë të tillë? Rreth 400.000 lek për kilometër në muaj. Vetëm 400.000 lek. Tani, kam dy fjalë për shefqet Kastratin. Po mirë o zotrit, ti fiton miliarda nga ajo rrugë. Fiton miliarda nga koncesioni i aeroportit. Fiton miliarda nga monopoli i naftës më të shtrenjtë në botë. Fiton miliarda nga rafineria e naftës si t'u dha për 2 lek. Fiton miliarda nga tenderat që t'i jep fapa i palloshi gjatë. Miliarda nga ndërtimet e të tjerë. Pra ti fiton miliarda nga pasuritë e shqiptarëve, të cilat janë dhënë badjava dhe kursen 400.000 lek krip. Po bëheni një punë o qelpsira. Bëheni një punë në këmbim të atyre miliardave që merrni. Se unë e kuptoj që korrupsioni këtu ka arritur majat, që juve askush ju kontrollon, sepse me lugën tuaj ushqehet dhe kryeministri, dhe pronarët e media dhe të gjitha ata që më flasin një fjalë. Por prap, 400.000 lek mund t'i hidhni në këmbim të miliardave që merrni. Se kjo babzia juaj do ju mbetet në gryk shumë shpejt, më besoni. Nuk keni dhe shumë kohë, dhe ju garantoj që do ju ktheni me interesa ato që keni vjedhur. Ndaj filloni të bëni pak punë. Pak, se nuk pret njeri shumë nga ju. Pak para se të përfundoni qelive aty ku e keni vendin. Jepini diçka mbrapsht këtij populli, që ju ngriti, që ju rriti, e që ju ngopi, e që ju dëndi. Nëse je dakord me mua, shpërndaje këtë mesazh.